Trump heq dorë nga bisedimet me Putinin, nuk doja një takim të dështuar. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk do të dëshironte një takim të dështuar pasi planet për një bisedë ballë për ballë me presidentin rus Vladimir Putin mbi luftën në Ukrainë u pezulluan. Trump në një deklaratë nga Shtëpia e Bardhë nënkuptoi se bllokada kryesore mbetet refuzimi i Rusisë për të ndalur luftimet përgjatë vijës aktuale të frontit, pra armpushim. Më herët, një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha se nuk ka plane për një takim Trump-Putin në të ardhmen e afërt, duke kundërshtuar deklaratën e presidentit javën e kaluar kur tha se do zhvillonin bisedime në Budapest brenda 2 javëve. Të javë u bën të qarta dallimet thelbësore mes propozimeve amerikane dhe atyre ruse për paqe, duke zbehur mundësitë për një samit real. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në gusht në Alask, në një samit improvizuar që nuk solli ndonjë rezultat konkret. Vendimi për të pezulluar planet për një takim të dytë shihet si përpjekje e Shtëpisë së Bardhë për të shmangur një tjetër përballje pa sukses. Supozoj që rusët kërkuan shumë dhe për amerikanët u bë qartë se nuk do kishte marrëveshje për Trumpin në Budapest, tha një diplomat i lartë evropian për agjencinë Reuters. Në takim përgatitor me sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov ishte planifikuar për këtë javë, po anullua pas një telefonate mes tyre që sipas Shtëpisë së Bardhë ishte produktive dhe bëri të panevojshme një takim fizik. Të hënën Trump mbështeti publikisht një propozim armpushimit përgatitur e të përkrahur nga Kievi dhe liderët evropian që synon ngrirjen e konfliktit përgjatë vijës aktuale të frontit. Le të pritet aty ku është, tha Trump, thash, ndaluni në vijën e betejës, ktheuni në shtëpi, ndaloni luftën, ndaloni vrasjet. Rusia ka kundërshtuar vazhdimisht idenë e ngrirjes së konfliktit në linjën aktuale të kontaktit. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peshkov tha se kjo ide ishte propozuar disa herë, por qëndrimi i Rusisë nuk ka ndryshuar, ajo kërkon tërheqjen e plotë të trupave ukrainase nga lindja. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov deklaroi të martën se Rusia kërkon një paqe afatgjatë e të qëndrueshme, duke nënkuptuar se një armpushim i ngrirë do të ishte vetëm i përkohshëm. Ai thekson se duke adresuar shkaqet rrënjësore të konfliktit, term për Kremlinin përfshin njohjen e sovranitetit rus mbi Donbasin dhe çarmatimin e Ukrainës, kërkesat papranueshme për Kievin dhe partnerët perëndimor. Në të njëjtën ditë, liderët evropian publikuan një deklaratë përbashkët me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ku theksonin se çdo bisedë për përfundimin e luftës duhet të nisë me ngrirjen e vijës aktuale të frontit. Ata akuzuan Rusinë se nuk është serioze për paqe. Zelensky e quajti këtë piknisje fillimin e diplomacisë, por shtoi se Rusia po e shmang me çdo kusht të hatë. Sipas tij, vetmja gjë që mund ta detyrojë Moskën të ulet në tryezën e bisedimeve është furnizimi i Ukrainës me armë me rrezet të gjatë veprimi.